Largimi masiv i banorëve në zonat rurale ka detyruar shumë biznese të mbyllin aktivitetin e tyre për shkak të mungesës së fuqisë blerëse. Një rast i tillë është në fshatin Kovašic të njësisë administrative Shupenc në bashkinë e Bulqizës. 76 vjeçari Qamil Toçi dikur kishte një bar kafe në fshat, në të cilin mblidheshin banorët për të konsumuar kafe çdo ditë. Por në vitet e fundit, largimi i banorëve ka qenë shumë i madh dhe puna në lokal nisi të binte. I gjendur në kushtet kur nuk kishte më fitim në të, 76 vjeçari vendosi të mbyllë aktivitetin e bar kafes, por me një ide geniale. Qamili e tjetërsoi ambientin duke e kthyer nga bar kafe në një muze me objekte të vjetra. 76 vjeçari Qamil Toçi shprehet se muzeu e ndërtoi dal nga dal me ndihmën edhe të miqve e të njohurve, të cilët i kanë dhuruar disa objekte e një pjesë tjetër e ka blerë. Më përpara këtu ka qenë lokal fshati, por me qenë se njerëzit hikën, kemi metën nga 2 veta për shtëpi, tash është kështu siç e shikoni ju. S'kisha çfarë të bëj dhe sikur ka lek koha ne kthehemi mrapa në kohë. Kto dikuj kam gjetë me shoqëri, dikush mi ka bërë dhurat, disa i kam blej, kërkojnë më shumë, po jam kujtu vonë. Tu ka pak histori, pak gjëna të vjetra. Po që se të harrem nga kemi ardhur nuk e dim se ku po shkojmë. 2021 kam filluar të mbledhëm në gjanat. Braktisja e fshatit u duk që me rënjen e numrit të nxënësve. Qamili shprehet se ndryshe është situata në shtetin fqinj të Italisë, ku dhe jetojnë fëmijët e tij. Atje shteti, thot 76 vjeçari, kujdeset për detajet më të vogla, duke u interesuar se përse fëmijët nuk shkuan në shkollë apo ju a dërgojnë detyrat me postë. Atëherë kur njerëzit ikën, u mbyll shkolla, u mbyll kopshti, në kështu erdhëm deri këtu. Unë isha një muaj në Itali. Kishin dalë në prit në aerodrom fëmijët e mi bashkë me fëmijët e atyne. Dhe në darkë më erdhi një zaf, edhe pyeste në letër përse fëmijët e ju nuk kanë qenë sot në shkollë. Dhe në atë zaf ishin edhe detyrat që duhet t'i bëshin fëmijët për të shkuar nesër të përgatitur në shkollë. Pra, kjo më boni shumë përshtypje se atje ka shtet, ka rregull, kurse këto s'interesohet njëri sepse fëmia nuk shkon në shkollë, po si shkon në shkollë. Çdo gjë është në zero. Po që më shumë s'kam çfarë të them. Këtu ka qenë 130, 150, tash s'ka një gjithë nga 2 përshpjegimet. E pikërisht, pendime ka që ka 85 vite, po faktikisht asgjë nuk është bën. S'ke me kopi një kafe, fëmijët vinë shumë rrallë, dhe kur vinë një herë më të motë, vinë me monë dhe shkojnë me lëtë, tu s'ka asnjë sen. Edhe ne do ikim, edhe ne djetë do ikim. Do ikim, se ç'të bështu. 76 vjeçari Qamil Toçi tashmë është kthyer në një koleksionist të objekteve të vjetra, të cilat më vonë shpreson t'i vendosë në shërbim të turizmit të zonës.